Bashkia ke ndajtur 12 vjet. Po. I zgjedhur 4 herë. Rekordmenje. Më zotin. Do ta kisha mbajtur edhe më shumë. Po u tërhoqëm. Çu tërhoqëm? U prisi atëherë Xhelan Xhim thotë jo Basha, nuk tërhiqem. Tani për çfarë je krenar që ke bërë në Kamës? Ajo çfarë kam patur mundësinë për të bërë në Kamës është infrastruktura. Dhe nëse do të shkosh në Kamës, do të shohësh që infrastruktura që ka sot Kamza absolutisht konkuron edhe qytetin e Tiranës. Nuk ka asnjë rrugë që është bërë nga ana ime që nuk shkon zjarrfiksja tek një objekt. Në dallim, po ta shohësh, po themi, disa nga lagjet e Tiranës është e pamundur, janë rrugë një kalim fshe. Pra, infrastruktura. Si u arrit kjo? Se ata në fillim i vonë, secili bëri shtëpi sipas asaj që donte vetë. Si u arrit kjo? Për mua ka patur disa arsye që u arrit kjo lloj situate. Spari duhet të themi që e ka favorizuar duke qenë një tokë bujqësore me kanale vadice dhe pulluse, dhe që është ndarë në vija drejta, dhe po ta shohësh, janë disa rrugë që janë në Kamës dhe të duket sikur janë në Manhattan, që mjafton edhe ti vendosësh e krahasove Kamën me Manhattan. Po pra, ti vendosësh edhe me numra, pra ke rrugë paralele në dallim nga diku, pra e ka favorizuar terreni, i shesh që është, por edhe duke qenë një tokë me parcela bujqësore, që i kishte, po themi, pingull rrugët, apo në mënyrë simetrike. Po si vure me numra ti po i vure me emra pastaj? Që se bëre si të Manhattan? Po nuk e lejon legjislacioni shqiptar, po të vendosur me numra, duhet të vendosësh emër. Ti ke vendosur emra të çuditshëm atje. Ka vendosur emra që realisht asnjë nga ato emra nuk mund të hidhet poshtë sot. Është ndryshon ndonjë, është hequr ndonjë emër atje? Jo, nuk ka hequr, sepse nuk gjen dot një argument për të hequr një emër, sepse kam përdorur, ditë them, nuk ishte asnjë emër rrugë, ka patur 505 rrugë si fillim, pastaj kanë shkuar gati në 1000 rrugë, po kur bëha emërtesa pa në vitin 2009, që ne kemi bërë, kanë qenë 505 rrugë, dhe ditë them këte që jam drejtuar Akademisë së Shkencave atëherë, i vetmi institucion që jam drejtuar Akademisë së Shkencave, për t'i thënë që më jep disa emra që mund t'i vendosur, dhe kam dhe korrespondencën akoma dhe sot. Po pse nuk e ke vendosur vetë atë, të ka thënë Akademia e Shkencave? Të paktën rreth 80 emra i kam vendosur, i kam marrë nga Akademia e Shkencave, apo të tjerë emra që kam simbolizuar, për shembull në Kamës ka emrin çdo qytet në Shqipëri. Në Kamës ke emrin e pothuajse shumicës ish komunave, pra ka emrin e komunës nga Gjirokastra, nga Prometi, nga Saranda, në një mënyrë duke parë dhe përbërjen heterogjene të këtij qyteti, kemi tentuar që të ketë një përfaqësim. Një Shqipëri e vogël. Pra, kemi përdorur emra. Po pse ke dhe rruga Skrapari aty? Absolutisht, jo vetëm Skrapari, kemi edhe të disa komunave. Të Skrapari? Po, absolutisht. Çfarë komune, për shembull, më fujin? Kemi Poliçanin, kemi, nuk më kujtohet për momentin, po absolutisht që çdo rreth është e përfaqësuar. Cila është puna më e mirë që ti mendon? Kemi Tomorrin, kemi... I keni rruga Tomorrin, sa bëj. Cila është puna, vepra më e mirë që ti ke lënë aty dhe je krenar? Sa herë shikon thotë te kam bërë vetë thoj? Ta thash edhe pak më përpara, është infrastruktura rrugore. Kjo është, vetëm rrugë. Së dyti është ndërtimi i shkollave që kam ndërtuar. Sa shkolla ndërtuar? 31 apo 32 shkolla kam ndërtuar. 9 vjeçare të gjitha? 9 vjeçare dhe të mesme, nga të cilat 6 i kam marrë nga Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian, dhe pjesa tjetër nga qeveria apo nga fondet e bashkisë. Dhe ndërkohë është rrjeti i ujësjeci që e kam përfituar me Bankën Botërore dhe nga financimi i qeverisë gjermane dhe asaj të Zvicrës. A është Kamza një model i mirë, sepse zoti Berisha e ka quajtur model i mirë. Zoti Rama thotë është modeli më i keq. Nuk e di se si mund të quhet modeli i keq. Zoti Rama ka thënë. Sepse unë mbaj mend kudo që kam shkuar në zona që ka ndodhur tranzicioni
janë ndërtuar zona të tjera, informale, apo qoftë dhe formale, normalisht do të kishte qenë e udhës që qeveria të kishte patur mundësin e orientimit të ndërtimeve, pra duke funksionuar, po unë ditë them që edhe sot e ka të vështirë një qeveri që të krijoj një strukturë, po themi, ligjore, që dikush të ndërtoj shtëpi, sepse edhe dikush që ka një tokë në mes Tiranës apo dhe në mes të Kamzës, ka një burokraci të pafundme për shkuar tek ndërtimi. Kështu që në këto kushte, absolutisht personat që kanë ardhur kanë përdorur, po themi, informalitetin për të gjetur një stre dhe për të qenë pranë kryeqytetit. Tani kishe një model që unë du ta bëj Kamzën si ky model ose si ky kryetar bashkie? Kam qenë një aktor shumë i rëndësishëm i marrëdhënieve ndërkombëtare, madje kemi patur binjakëzime me disa bashki, duke përdorur që nga shteti i Italisë, apo i Zvicrës, apo i Austrisë, apo i Gjermanisë e tjetër, dhe kemi patur, po themi, konsulta të jashtëzakonshme, kemi përdorur, po themi, aktor tjerë në Shqipëri, si që ka qenë, po themi, Banka Botërore, që ka bërë fizibilitetin e kësaj zone, apo ka qenë, po themi, Universiteti Polis, që po prap kishte në këtë drejtim informacione mjaftueshme, ka qenë Koplani, po prap një tjetër, pra nuk është se është gjendur në një situatë anomalie, po ka patur struktura kombëtare dhe ndërkombëtare të cilët kanë luajtur rol për ta formalizuar dhe për t'i paraprirë. Dhe sot po prap mund të them që Kamza është zona që t'jep mundësinë e një modernizimi apo një strukture bashkohore edhe për shkak standardeve që janë përdorur në Okej, si punor Akip Suli, se ti besoj të qana ajo që si e le atë garë atëre, të vjen kështu, a? Normalisht nuk më vjen mirë që nuk e drejtoj Bashkinë e Kamzës, sepse nuk hika nga gara, po hika nga subjekti politik. Ditë them që në Kamza, në vitin 2019 ka qenë një kulmin e zhvillimit të saj. Ajo se çfarë ka ndodhur nga momenti që kam ikur unë, ka patur disa indikatorë të cilët kanë ndikuar, po themi, pozitivisht për këtë qytet. E vlerëson Kush kanë qenë ato? Ka qenë momenti i tërmetit, i cili i morën disa fonde për të ndërtuar, ka qenë zhvillimi urban ose i ndërtimit pallateve, të cilët sot tardat që krijohen në një vit buxhetor në këto 6 vitet e fundit janë sa gjysma e periudhës që kam qenë unë. Pra, tardat që ka sot bashkia janë 10 herë më shumë se sa në kohën që isha unë, për shkak taksës së infrastrukturës që ka kjo zonë. Dhe ndërkohë jam absolutisht i zhgënjur, sepse nëse unë do të kisha patur këto tardra, absolutisht që nuk do të kishte patur vetëm këtë infrastrukturë, po do të kishte patur shumë herë më shumë. Ditë them një fakt për treguar se sa ndryshe është orientuar përdorimi i paras në Kamzë. Në kohën që unë isha bashkë me ujësjesin, pastrim gjelbërimin dhe çdo strukturë tjetër bashkiake, kisha vetëm 376 veta të punësuar, sot ke 3000 veta. Pra ke 9 herë më shumë se sa atëherë. Pra parat e taks paguesve të Kamzës nuk shkojnë për rrugë, nuk shkojnë për ujësjes, nuk shkojnë për shkolla apo për infrastrukturë tjetër të munguar, po shkojnë për patronazhista dhe kjo është shumë e dhimbshme për qytetarët e Jo, e di që më bë përshtypje, ndeshet një ekip basketbolli që është i Tiranës, i luan në një sallë shumë të mirë, nga më të mira që ka, po themi, Shqipëria.
prefekturë e Tiranës, se nuk e di më tej, i luan Kamzës, domethënë ikin nga Tirana, i ekipi shkon i bën ndeshjet atje në një shkollë. Me që dolet te kjo pjesë, më të them që ne kemi patur palestrën e ndërtuar nga me fondët e bashkisë, se kemi patur ekipin e basketbollit, po, tek shkolla Halit Coka ka qenë në Bathore, që e kena bërë, ka ndesh ca shkolla tjera, po kjo ishte me standardet ndërkombëtare, dhe kemi patur ekipin e basketbollit kampion. Po tani si është ekipi basketboll? Tani nuk është në elitën e basketbollit. Dhe ndërkohë, me që dole të kjo pjesë, kemi patur 3 fusha futbolli, kemi patur fushën e futbollit në qendër të Kamzës dhe ekipin e Kamzës që ka një historik rreth 90 vjeçar dhe sot nuk ekziston ekipi i Kamzës. Madje aty tek fusha e futbollit në qendër të Kamzës që do bëhet kemi po ndërtohet bashkia, pra është hequr bashkia nga aty që është dhe do ndërtohet në mes të stadiumit. Ndërkohë kemi patur një fushë tjetër futbolli në Valias dhe që po prap ka ndërtuar shkollën dhe jo aty ku ishte shkolla, po e ka hequr aty ku ishte. E ke fjalën për Akip Sulin? Po. Tani e ke takuar ndonjëherë Akip Sulin gjithsej kohë ose të ka takuar ai ty? Jo. Po pse? S'ka thënë o Xhelal, më jep një mendim. Qa me ndonë për këta? Di vetëm këte që ka dërguar një 5 dosje në SPAK dhe në prokurori. Për juve? Dhe që nuk kanë patur asnjë lloj argumenti për tu shqirtuar. Të ka thirrur SPAK-u, ne e dim këtë. Po, patjetër. Dhe si po esin ato dosjet? Janë absolutisht të mbylluar sepse s'ka asnjë lloj argumenti. Foto tjetër? Këtu jemi në Bathore, besoj. Kjo është fiks në vitet 91, 93 është këtu. Po. Këtu jemi në Bathore. Po. Dajti? Vargmali. Po, këtu përballë. Kështu nisi, po, këtu përballë është Universiteti Bujqësor. Tani kështu nisi me kasolle. Po. Ua! Kjo është foto e shekullit. Po, besoj që ajo që ti fole tani 15 minuta nisi kështu, me këto kasolle. Kjo ka qenë. Erdhën nga ishin të parë që erdhën. Po thujse nga Veriu ka qenë kryesisht në fillim. Dibra? Që gjitha njëherë po thujse kanë ardhur. Dhe ndërkohë po prap sipas personave që ishin aty, tërheqin pastaj edhe të tjerë. Po të shohësh ka lagje të pastra nga Elbasani, nga Korça. Gjithë lagja, gjithë fshati aty vinin aty bënin një lagje. Kush kishte ardhur i parë dhe pastaj fillonte të tërheqte të tjerë. Këtu ku jemi? Di gjë këtu kjo se kjo është foto historike. Këtu jemi këtu është Universiteti Bujqësor, po ta shohësh. Diku këtu është rruga që shkon për Kamzë dhe këtu është Universiteti Bujqësor. Aty pastaj te kjo kodër sot çka ka sot? Është e gjitha me shtëpia. Me shtëpia. Këto kasolle domethënë pastaj ndroheshin shtëpi. Absolutisht që Wow. Kjo situatë ka zgjatur diku 4-5 vite në vitet 96 dhe në vazhdim ka qenë ndërtime absolutisht me tulla pastaj me po në fillim kështu nisi me kasolle. Po. Kjo ka qenë situatë. Do vinë ata rrinë aty nga kasolle ose vinte familjari rrinte aty dhe fillonte pa i vinte atë tabelën kështu toket xanu? Ja, shumica këtyre janë të blera. Janë të blera me 7501. Janë të blera nga ajo me 7501. Po. Ua, çe historie kjo. Më duket si ato të filmave amerikan, kështu ato historia e Amerikës që zinin tokat edhe pastaj kjo shehni. Foto tjetër. Sot, kjo është pamja. Po. E asaj që ne pam pak më përpara, po ta shohësh. Ajo që ishte më përpara, kjo është. Të lutem regjia edhe njëra të përpara? Tani, të lutem regjia, do të Vargmali, po, unë pandaj kam thënë, të lutem tjetrën pasardhësit? Kjo është dërguar kështu. Po. Tani ditë them edhe këtë tjetër. Po. Se sapo ka filluar pak më këtej, ka filluar ndërtimi i pallateve. Nëse do ta shohim ndoshta pas 3-4 vitesh, tani këto shtëpi do të jenë pallate. Je i sigurt për këtë? Siç po shkon trendi. Këto janë vila, këto janë 3 kaçe, 4 kaçe. Unë uroj që të mos jenë, të mos ndryshoj, ngelet shumë, por ndoshta shumë shpejt do të kthehen në pallat. Tani, jemi vitin 2025, nëse i kthejmë mbrapa atë rrotën e historisë.
Kështu do dohet ti ta kishe dorë të bësh? Jo, si që bë? Absolutisht. Po ta shohësh në fakt zona që është bërë tani është pjesë kodrinore dhe nuk e favorizon dhe kjo është zona më e çrregullt në aspektin e infrastrukturës në dallim nga pjesa tjetër sepse e theksuam pak më përpara që duke qenë tokë sheshtë dhe duke qenë me këto kanalet Kulluse dhe Vadice që ishin paralele dhe pingule, e lejonte po themi për të patur një harmonizim të ndërtimeve dhe Nësa kjo është kaotike. Kurse këtu është kaotike duke ju përshtatur dhe terrenit dhe duke ju përgjigjur pyetjes suaj, absolutisht nëse do ta kisha në dorë, do të kisha ndikuar për të qenë në një format totalisht ndryshëm. Nuk ishe mundësi atëherë Sali Berisha për ndërhyrë? Ditë them këte që shumica rrugëve të ndërtuara ja kanë dhënë mundësinë përveç kësaj pjese që të ruhen, po themi, standardet. Kujtoj në vitin kur ishte Aleksandr Meksi, kur ishte kryeministër, ka tentuar për të ardhur dhe madje ka ardhur me polici etj. Por jo vetë Meksi, po ishte kanë ardhur për të bërë prishje, po nuk arritën që ta bënë prishje, por ndoshta do të ishte momenti nuk e di sepse ka shkuar policia në për cilin vit? Ka qenë diku nga para vitit 96, 95. 95-ën? Vajti policia për t'i prishur nuk e prishi dot. Për t'i prishur nuk e prishur dot, po mbase do të kishte qenë momenti po themi që të paktën të përdoreshin persona të cilët kishin lidhje me urbanizimin, që t'i orientonin që edhe nëse nuk do t'i bënin, po themi, me dokumenta, të vendosin disa standarde se si mund t'ishin të barazlarguara. Foto tjetër? Kjo është qeveria që ti e ke shumë për zemër, unë e di. Pyetja ime është, çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Kryeministri Edi Rama është kryeministër dhe ministër. Jo, kryeministër, nuk është ministër. Ishte ministri jashtë, por nuk është. Tenton për t'i bërë që të gjitha vetë. Pra, Berisha nuk i bënte vetë? Si ky nuk besoj që ka ndonjë të dytë diku tjetër, kështu që unë i konsideroj pothuajse që të gjithë prej tyre thjesht kukulla, sepse është kryeministri ai çfarë vendos në secilin nga sektorët. Po mirë, ju e pasin të lehtë ose rrëzoheni? Po atë po tentojmë ne që të rrëzohemi. Rrëzohemi, është kaq e lehtë. Rrëzohemi. Foto tjetër. Po bëj pyetje fare. Në fakt, kur kam qenë student vitet 90, u mbajt atëherë një takim me intelektualet me Ramiz Alin dhe kishim disa nga ato pedagogët dhe për herë të parë kemi dëgjuar emrin e Sali Berishës që në të thenandën, po themi. Dhe u bë një emër ndoshta dhe më shumë se sa persona tjerë, siç ishte Ismail Kadare etj. Pra që në atë takim është dëgjuar zëri i tij. Unë besoj që ngelet një figurë jo vetëm e PD-s, por edhe për te PD-s që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në këto 35 vite demokraci. Dhe nuk besoj që ka një person të dytë i cili çdo fjalë që thot ose për çdo gjë që bën është i mirë përgatitur, është vërtet kontrolues. Jo, këto i nderuar Xhelali, në çdo fushë që mund të komunikosh apo mund të... Jo, nuk vjen diskutim këto. Ai ka një bilans dhe e ka bërë epokën e vet. Dhe kjo, ata që nuk e thon këtë, do mohojnë këtë, kanë një problem me zotin Berisha. Por a është normale, zotin Mziu, që në këtë moshë, me këtë epokë që ka bërë, përsëri të jetë ai dominuesi, nuk ka Parti Demokratike, djem dhe vajza, burra dhe gra, që të vazhdojnë atje ku la Berisha, se Basha e nderiti, themin e nga Toskëria,
ku ti ke gjysmën tënde. Do të tani ai dogji një brez politikanësh. Ai nuk dogji PD-n, ai dogji një brez politikanësh. Tani nuk ka PD-ja se tani me një 81 vjeçar, themi ne 4 vitet e ardhshme do vi PD-ja në pushtet, ai është 86. Ka një problem. Do të them që Sali Berisha e ka kryer atë aktin e një leadershipi në vitin 2013 duke dhënë ndërheqjen. Dhe ndërkohë duke drejtuar partinë një person tjetër, siç ishte Basha, dhe ishte një kthim i sforcuar, po themi i Zotit Berisha. Nuk është se u kthye Berisha se ju kujtua se duhet të rikthehen, sepse e theksoj edhe një herë, nëse ka një person që është i pakonkurrueshëm në atë pjesë ngelet Berisha, u rikthye sepse PD-ja po linte shumë nga pjesa saj dhe sot ne po vuajmë braktisjen e parlamentit në vitin 2019, braktisjen e bashkive në vitin 2019. Nuk besoj që unë jam person që kam qenë shumë afër Bashës dhe shumë afër Berishës dhe në atë periudhë. Influenca e Bashës ishte e jashtëzakonshme dhe absolutisht pesha dhe përgjegjësia bjen gjithmonë tek kryetari. Kështu që për ta mbyllur, do të them që në këto momente është një person i cili i duhet PD-s, sepse për ndryshe do të na kthente në një kacafitje të brendshme, nëse do ta quajmë, për të kapur rolin e kryetarit. Kështu që absolutisht do të gjendet momenti për të krijuar një strukturë apo për të patur një leadership. Tani Berisha thot nuk iki, statuti dhe Neni Basha thot duhet iki? Absolutisht doktor Berisha do ta gjejë momentin për të ikur dhe për të lanë një PD që t'jetë aftë për ta mundur e dirama. Po thua një gjë të rrallë, të veçantë, do iki thua, kështu e ke mendimin? Po, shpresojmë që sa më shpejt të argëzojmë këtë kryeministër. A tha se sa më shpejt të rrëzojmë Sali Berishën? Sali Berisha... Ka marrë mallin qik për Bashën, të vajti mendja. Absolutisht. Ku është Basha? Nuk, ndoshta mund të jetë një person që sot nuk e mendoj fare, për atë se çfarë ka ndodhur Partisë Demokratike. Jo, më bukur e thash vetë, se the ti. Ka djegur një brez. Po, është e vërtet. Politikanësh. Është e vërtet. Ai nuk ka dëmtuar PD-n, po ai ka djegur një brez politikanësh në Shqipëri. Unë ta thash më mirë para se unë bëj pyetje këtu. Dhe në një farë mënyrë ka shërbyer edhe si indikator i braktisjes Shqipërisë, sepse njerëzit kur ngelen pastaj pa shpresë gjejnë. Dhe kjo është më fort. Bravo Xhelal. Dhe kjo është më fort. Foto tjetër, mos ja bëj kemi. Tani ti ke qenë vetë kryetar bashkie, ti ishe kryetari i parë i Kamzës? Apo jo, ka pas. Ka qenë si bashki është bërë në vitin 1996. Është kthyer në bashki, se ishte komunë. Ka qenë Rushdi Keqi. Rushdi Keqi, do të thonë ka qenë komunë përpara. Po, u kthyer në bashki. Rushdi Keqi pastaj ishit ju. Jo, pastaj ishte Frangjini, pastaj ka ardha Gimcani. Ka qenë edhe Gimcani. Dhe pastaj unë kam marrë në vitin 2007. 2007. Nga 96 Ti 2007-2019. Po pra, 96-2000 ka qenë Rushdi Keqi, pastaj ka qenë Frangjini. Po 3 vjet. 3 vjet, pastaj ka qenë Gimcani 3 vite, po prapë se ka qenë 2 herë nga 3 vite. Dhe pastaj u bërë me 4 vite. Jo, njërë 2000-2003, pastaj ka qenë. Jo, rama 2003-2007. Po pra, po, nga tetori 2003-shit janë bërë zgjedhjet pastaj në shkurt të 2007-ës, nëse të kujtohet. Dhe zgjedhjet duhet bëshin ushtyrën pak zgjedhjet. Pra, mandati ishte 3 vjeçar, pavarësisht u zgjat pak. Dhe pastaj u kthye nga 3. Formalisht quhet 3, po bë. Në 2007-ën u bë me kushtetut që do të jetë 4. Tani, mendimi juaj, nga kush e ka këtë që ndodhi Eri Veli? Ky nuk besoj që nuk e ka mësuar, nuk e ka as nga korrupsioni që ka bërë, as nga asgjë tjetër, e ka vetëm nga kryeministri që ne kemi sot. Po pse? Po ta shohësh atë që thot do ta varë një ditë sepse është grup armiqësor i Partisë Socialiste. Kështu që
edhe po të shohësh një deklaratë tjetër që thot Veliaj se si ka mundësi në sytë e kryeministrit, po themi që të vjedh dhe kryeministri nuk e sheh, dhe absolutisht jam i sigurt që ka qenë kryeministri. Du t'ju jap një sekuencë nëse mundem. Patjetër. Kujtoj kur ka ardhur Blinken në inaugurimin e piramidës, dhe në një takim që ka bërë me Ramën i ka kërkuar që do të shkojmë drejt një rotacioni politik të brendshëm, edhe besoj që fjalën e ka patur për zotin Veliaj, sepse edhe ky ka patur dekorat anin nga Sorosi, dhe ndërkohë, nëse ju kujtohet, po prapë si rastësisht, zoti Veliaj takohet me Blinken, përpara se sa të shkonin, po themi, tek piramida. Madje Rama ka shkuar diku një 15 minuta jashtë orarit zyrtar për shkak të këtij gjesti, dhe nuk ka zgjatur më shumë se sa një javë që prokuroria ta thirrte si një person në nënhetim. Pra, unë do të them që... Ti po thua një histori që thuhet në zë dhe i pari që e thua publikisht. Unë e kam dëgjuar këtë nga shumë njerëz, politikan, gazetar, koleg, miq, por për të parë ti po e thua publikisht. Tani, si e vërteton këtë që është, sepse që zoti Veliaj të bënte një skem kundër Ramës, është pak e besueshme, ta themi kështu tani. Ja, që zoti Veliaj priste që Rama, kur tiki Rama, do jetë zoti Veliaj, kjo është e besueshme. Po, si e vërteton këtë? Në çdo vend të botës, po themi, ndodh rotacioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë më unike sepse bëhet dikush president 8 vite dhe nëse bën shpikje pas 8 vitesh nuk ka drejtë. Kështu që në Shqipëri në fakt ishte krijuar një rotacion 8 vjeçar. Një rregull i pashkruar. Një rregull i pashkruar, por në një farë mënyrë edhe me vullnetin, edhe faktorin ndërkombëtar. Ju duhet ta dini shumë mirë që edhe në 2005-ën, edhe në 2013-ën thuhet që ka qenë reagim i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndodhur rotacion. Edhe ishte bërë si e ullës. Të njëjtën ambicie besoj që ka patur edhe zoti Veliaj, që do të zgjaste vetëm 8 vite, pra do të ndodhte rotacioni në vitin 2021, që ky të vazhdonte, po themi, stafetën e leadershipit Partisë Socialiste, dhe po ta shohësh nga 2021-shi dhe në vijim, kanë qenë e acartë situata, sepse nuk ndodhi ajo, dhe ndërkohë, pra nuk është se është faj i zotit Veliaj, por është ajo se çfarë po përdor sot kryeministri për të qenë i përhershëm. Pra bën luftë të pandershme me opozitën, por bën dhe luftë pandershme në aspektin e leadershipit brenda Partisë Socialiste. Tani kemi dhe një foto tjetër, më lajmëron regjia dhe foton e fundit. Këta janë Spaku. E para njëherë, ke frikë nga Spak? Jo, s'kam. Se të kanë thirrur aty, prandaj të pyes. Kam qenë, kështu që nuk kam. Si është atje, si? Ka në një ndjenjë kështu? Besoj do i trimëri e fortë e madhe, nuk është kur shkon aty, ja? Unë e kam provuar dhe burgun me këtë qeveri, kështu që s'më ka... Mirë, po Spaku është tjetër gjë. Sistem drejtësie është. Kush u thirri nga këta? Nuk, jo, ka qenë OPG, nuk e njoh asnjë. Nuk ishe prokurori? Ja. Nuk ishe prokurori. Ja. Tani, do zgjidhet drejtuesi i prokurorisë. Altin Dumani dhe Arben Kraja përjashtohen, megjithëse ka një teori që zoti Kraja, me që është në ligj që jo të një pasnjëshëm, është ai presidenti Trump që mund të zgjidhet, po këta janë. Tani, lajmi është, zoti Mziu, që politika po bën çmos që të zgjedhë atë që do politika. Do thuash ti i bën maxhoranca këto, po edhe ju opozita nuk rinin pas, jo, se edhe ju doni të keni tuajin atje. Tani, çfarë po ndodh? Na thuaj diçka që se ti je deputet, nuk je një zyrtar i dorës dytë dhe pse është kjo luftë tani? Se deri në datën 8 mbyllet. Spari do të theksoj që Spaku dhe sistemi i drejtësisë të jetë në koherencë plot me ligjin, por dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të dëshironja që mentaliteti i Spakut do të jetë fiks aty ku ka vendosur gishtin plag
dhe Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është trafiku ndërkombëtar i drogës. Po sidomos të 2 ditë e fundit që është për... Dhe kjo është një fenomen që ka ndodhur dhe din çdo shqiptar që trafiku i drogës ndërkombëtare luhet nga shqiptarët, e thonë të gjithë ekspertët e atyre shteteve dhe ekspertët ndërkombëtar të trafikut të drogës. Kështu që unë do dëshironja që ne të jemi në rezonancë plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke konsideruar vërtet një problem madhor për Shqipërinë dhe për te kësaj. Kështu që për ta mbyllur do të dëshiroj edhe një herë që personi apo struktura të jenë në rezonancë me ligjin dhe me frymën e re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A jeni dakord ju që zyrtarisht Partia Demokratike i quan SPAK-un organizatë terroriste dhe Altin Dubmani kryeterrorist? Unë nuk merrem me këtë pjesën etiketime, po di të them këtë që sistemi i drejtësisë sot në Shqipëri është i kapur nga mazhoranca e sotme. Si e vërteton këtë? Po t'ja vetëm një argument. Të mazhorancës i kanë fundur burta? Po t'ja vetëm një argument. Sot kryetari i opozitës është Detyrim Paraqitje dhe ka qenë një vit ngujim në shtëpi. Kryetari tjetër i opozitës është në Burg. Kryetari tjetër i opozitës Mediu pothuajse çdo javë ftohet në SPAK. Deputeti tjetër i Partisë Demokratike pse denoncoi një rast bëri Burgun. Pra, nuk besoj që... Po këta të PS-s nuk i zë? Se janë më shumë këtej. Po, nëse do ta shohësh për numrat, duhet ishte raporti 1/100. Sepse janë 12 vite... Engje nuk jeni jo, Xhelal, tani ta themi kështu tani, po më shumë ka... Unë nuk po them... Se aty e Rëmbelie, Arben Ametaj, Ilir Beqa, Banj Gjushdako, është numër shumë i madh dhe janë peshat e rënda të PS-s. Tani mbje keq, nuk ka një proporcionalitet që të thuash, po themi, se me që zgjedhim aq nga PS-ja, do zgjedhim edhe aq nga PD-ja, ka të bëjë me mentalitetin, me shkeljen e ligjit. Ju e dini shumë mirë që Shqipëria u kthy në mbjellje droge, hashashi, ju e dini shumë mirë që personat që luajnë trafikun ndërkombëtar të drogës janë shqiptar dhe nuk mund ta bëjnë nëse nuk ka një marrëdhënie, po themi, shtet grupe kriminale. Okej, Zotim Ziu, faleminderit për bisedën. Kishe kohë besoj pa dhënë një intervistë gjatë. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.